ka qenë nga ato studentet ekselente, mund ta them me bindje, që ka pasur një vullnet të hekurt për të bërë juristja e të ardhmes, gjyqtarja e të ardhmes, një rrugtim që Ornela, për arsye personale që preferoi t'i flasi vetë, e la për gjysëm. Papritur u gjenden në një vendim jete. Si ndryshoi jeta për ty nga ai moment? Juridiku, pasi unë vendosa që të studioja për drejtësi edhe që më doli e drejta e studimit, u bë, le të themi, e ardhmja ime që nga ai moment. Edhe u mundova shumë që siç i kapim ne ndonjëherë, me thonjë të gjitha situatat, gjërat, leksionet, ato librat shumë voluminoz që na çudisnin dhe thoshim si do dalim me këto leksione, por në fund sërish e dilnim. Edhe po, me shumë ëndra që të vazhdoja magjistraturën më pas, në një moment u gjenda në një situatë jetësore në të cilën ma donte e brendshmja ime një ndryshim. Isha në vitin e dytë të masterit, edhe bëja masterin, edhe punoja si juriste në një zyrë për mbarimi, edhe studioja për magjistraturë. Kisha nisur studimet edhe rihapjen e librave. Aq e ngarkuar edhe me një presion që duhet të zë vend në këtë qytet, duhet të zë vend edhe t'i bëj vend vetes këtu, sa ndoshta në një moment brenda vetes time kam kërkuar edhe që t'i lë të gjitha edhe thjesht të çlirohem nga gjitha ngarkesë që kisha në atë moment. Ma solli Zoti çlirimin në një formë që unë nuk e prisja, në formën e dashurisë në atë kohë, dhe ishte im shoq, i cili në atë kohë ishte thjesht një person me cilin unë shkëmbeja disa biseda, që më thotë dua të vi në Tiranë edhe të takoj ty, po do shoh Tiranën. Më saktë ai kishte në plan të më shihte mua.